garën e debatit të Tiranës nga shkolla Besnik Sykja. Ju jeni të treja në një skuadër apo si funksionon? Jo, në fakt unë jam përfaqësuese grupit tonë të debatit që fituam. Sara, unë kam shëndëm përpara garuese, po ashtu fituese vitin e kaluar, ndërsa këtë vit pata mundësinë të vi si gjyqtare. Dhe unë ndërkohë vi si gjyqtare për të treja edicione që ka pasur debati Tirana. Ja, ti je gjyqtare 3 herë, ti je gjyqtare, ti je fituese dhe gjyqtare, ti ke fituar një herë debatin, ja. Këtë debat, ja. Po përpara ke fituar? Debatet tjera, po. Se funksionon që kush fiton bëhet gjyqtar pastaj? Apo jo domosdoshmërisht? Jo domosdoshmërisht. Po si është i organizuar debati? Është një konkurs debati, po e marr pak vetëm për të fjalën për të përshkruar në përgjithësi, është sipas formatit Karl Popper. Këtë vit kemi pasur shumë aplikime, në fakt edhe vetë ekipi organizator nuk ka pritur një bum kaq të madh aplikimesh, po për këtë jemi shumë të lumtur. Kanë qenë diku te 339 nxënës që kanë aplikuar dhe pastaj ka kaluar një fazë debati u organizua nga Bashkia e Tiranës. Bashkia e Tiranës. Po, në bashkëpunim me shkollat. Po agjencia e rinis ishte edhe agjencia e rinis? Jo, në dijen time jo, Bashkia e Tiranës. Me suportin jashtëzakonisht shumë të madh të drejtoresë Iva Behare, që në fakt e ka suportuar që prej fillimit deri më tani. Ishte shumë impenjativ për shkak të numrit të madh të aplikimeve, po edhe për faktin se na duhet të kishim të rinj që përballeshin disa prej tyre për herë të parë me kompeticione debatesh. Ne u kënaqëm shumë që patëm realisht kualitet, jemi përpjekur që të promovojmë kulturën e një debati të mirë, një debati që përfaqëson etikën, një debati që ka analizë shumë të mirë, po dhe argumente shumë të mira përdorura. Këtë vit ishte Besnik Sykja një nga ekipet më të mira, patjetër ka pasur ekipe shumë të mira, edhe ekipe të tjera nga shkolla të tjera. Kompeticioni është bërë në rang gjimnazësh, pra gjimnazet me njëri tjetrin, pasi kanë bërë selektimin e grupeve më të mira brenda shkollës, kanë mundur të evidentojnë grupet cilat do të ishin të afta të ishin pjesë e kompeticionit me gjimnazet e tjera.